Dhe gjithë ky efikasitet, elhamdulillah, në këtë para përgatitje për hyrjen e muajit të shenjtë të Ramazanit, do të jetë me rezultate shumë të shkëlqyeshme. Dhe këto rezultate duhet të pasojnë edhe pas Ramazanit, dhe kjo akademi që e ka emrin Akademia pra Ramadan, ajo akademi të formsoj intelektin edhe të bëjë një intelektual të përsosur dhe të jesh rezultativ për shoqërinë dhe ambientin që të rrethon. Prandaj, të para përgatitesh për këtë muaj, do të thotë që ti do të reflektosh me ambientin që je dhe çfarë ke lënë mangut dhe çka duhet ti të shtosh. Pra një gjë që ti ke lënë mrapa, për shembull menaxhimi i kohës, menaxhimi i rrezikut edhe bereqetit që Zoti ta ka dhënë, të dish ta ndash me të tjerët. Dhe gjitha këto menaxhime që ti i bën, padyshim Allahu xhaleshanuhu do të jep sukses bi ghairi hisab dhe ti do të arrish rezultate të shkëlqyera. Prandaj, ne duhet në 6, pra edhe në 7 duhet të reflektojmë, pra të reflektojmë edhe për ata të cilët kanë ikur nga mesi jonë. Ju pesheni vëllezër motra që shumë njerëz kanë qenë mesin tonë, por sot nuk janë. Ka për tyre që kanë vdekur nga smundja, ose nga vdekja që meleku i vdekjes u ka marrë shpirtin, dhe ata nuk janë më në mesin tonë. Prandaj, ta dini se një moment do të vije edhe për ju, kështu që duhet përgatitemi për atë moment. Sikurse duhet përgatitemi për momentin e ardhjes së hënës së re, e cila hënë e re troket dhe na tregon se erdhi një muaj i bekuar që është muaji i Ramazanit. Le ta përjetojmë atë, ta shijojmë atë, ta ndajmë atë dhe t'u tregojmë dhe të tjerëve se ky muaj ka shumë fryte dhe ka shumë begati. Mos e hupni këtë shans, të jeni argjerueshëm, të falni namaz, të përkushtoheni në dhikr, të përkushtoheni në respektin ndaj prindërve, ndaj farefisit, ndaj njerëzve të afërm dhe të largëm, ndaj shtetit, ndaj vendit dhe ndaj arsimit dhe diturisë dhe gjërave që i kemi përreth nën kujdestari. Prandaj bëhu kujdestar i mirë, kujdesu për veten, sepse Allahu do të kujdeset për ty dhe kështu që do të fitojmë atë çka Zoti na ka dhënë, pra edhe duhet të kënaqemi me ato çka na i ka dhënë Zoti, se janë për mirësive ti, elhamdulillah. Ju falenderit për vëmendjen, shihemi në takimin e radhës. Selamun alaikum.